merre me X gjë ose X person. Nëse s'ka potencial, në thjesht next, e kupton? Nuk është edhe njerëzit ndihen shumë të sulmuar ato pjesa kur i thoi që plako ke potencial mund të bësh këtë. Që ti po ja thua Shqipërisë, po ja shuaj një popull, domethënë se e njëjta gjë është, thjesht është në një skala shumë herë më të madhe, domethënë që është një kombë ose një shtet i gjithë, le të themi, edhe nuk e di, do të gjetë një mënyrë çik më but, kështu për ta implementuar. Shumë interesante kjo. Pra nuk e kisha dëgjuar më parë që se unë zakonisht rrethohem me njerëzit që kur i them që ke potencial e kështu e marrin si diçka e mirë, por në Shqipëri po e imagjinoj që mund të ketë njerëz që domethënë ofendohen çik nga kjo, se ndoshta ti u vë përballë realitetin dhe thon, "Oh, unë që jam keq." Pikërisht, janë ata persona që shikojnë ato që gotën gjysmën bosh, jo gjysmën plot. E ke parasysh? Fix. Kur ti thua ke potencial thënë, ç'a, pse s'jam mirë mjaftueshëm? Në vend që do të thoshin që wow, ç'a petit e unë, ç'ne që të duket sikur unë kam më shumë potencial etj. Gjithsesi, janë lloje individësh ndryshme, është e çuditshme. Po ke studiuar komplet, domethënë në cilin status studimeve je tani?